4 ditë pas tragjedisë 30 nga 59 viktimave që humbën jetën në zjarrin që përfshiu diskotekën Puls, ju dha lamtumira e fundit në varrezat e qytetit në Koçan. Mira qytetar me lot në sy e pikëllim të thellë kishin ardhur në varreza për t'i nderuar viktima. Ata vendosën lule dhe ndezën qirin te varrezat. Ceremonia e varrimit u mbajt me protokolle të posaçme pasi familjarët kërkuan që të përshëndeten në heshtje për herë të fundit me më të dashurit e tyre. Ceremonia u sigurua me polici dhe zyrtar të rendit, ndërsa ekipet e gazetarëve ndoqën ngjarjen prej më larg, sipas rekomandimeve për raportim etik me qëllim që të mos cenohet dinjiteti i familjeve të viktimave. Te varrezat kishte edhe ekipe të kryqit të kushtit dhe ekipe të mjekëve, të cilat u ndihmonin personave të cilëve u përkeqësohej gjendja. Gjendja ishte e ngjashme edhe në pjesën tjetër të qytetit. Gjithçka në qytet ishte e mbyllur dhe mbizotronte një heshtje e zymt, ndërsa qytetarët edhe sot vendosën lule e ndezën qirin pranë fotografive të viktimave të vendosura në sheshin e qytetit. Ndërkohë nga 29 personat e tjerë që humbën jetën nga zjarri, 5 u varrosën në shtyp, ndërsa për viktimat e mbetura u mbajtën ceremonit mortore në Obeleshef dhe Shkup. Edhe në këtë qytete qytetarët ndezën qirin dhe u nënshkruan në librin për ngushëllime. Kujtojmë se në orët e para të 16 marsit në një diskotek në Koçan shpërtheu një zjarr i tmerrshëm ku 59 persona humbën jetën dhe mbi 170 u lënduan. Në lidhje me tragjedin, aktualisht janë në hetime 26 persona, pasi lokali që u përfshi nga zjarri kishte funksionuar në kundërshtim me ligjin.